Historia ime në Radio Kontakt ju fton në një cikël reportazhesh me histori njerëzore e personazhe të ndryshëm që rrëfejnë copëza nga jeta e tyre. Jeta e çdo kujt është një histori, e trisht apo e lumtur, e çdo kush ka një përvojë që duke ndarë me të tjerët, inkurajon dhe frymëzon mjaft njerëz. Bëhuni edhe ju pjesë e kësaj hapësire. Përshëndetje të dashur të Radio Kontakt. Ju prezantojmë me radioportretin me temë Vajza që u mbështet tek Allahu dhe u bë më e fortë. Personazhi që kemi përzgjedhur ditën e sotme për të qenë pjesë e rubrikës sonë është një vajzë 25 vjeçare me emrin Doruntina. Ajo ka filluar të falet në moshën 23 vjeç dhe para një viti ajo ndërmori edhe hapin tjetër pasues në Islam, duke veshur mbulesën. Doruntina ka një histori jetësore krejt të ndryshme nga të tjerat, dinamike por edhe të dhimbshme. Veçantia e kësaj vajze qëndron tek mënyra e hyrjes në Islam, por edhe tek të gjitha ngjarjet e tjera jetësore të cilat rrodhen natyrshëm, ashtu siç e pat caktuar Allahu. E keni menduar ndonjëherë se si një histori dashurie mund të bëhet shkaku i hyrjes në besim? Ja se si na e tregon Doruntina. Unë quhem Doruntina, jam 25 vjeç, në moshën 23 vjeçare kam filluar të falem dhe kam një vit që kam vendosur shamin dhe deri tani ndjek normalisht rritet e Islamit. Në fakt, Doruntina, për të gjithë personat që janë në Islam, ekziston një shkak i veçantë dhe krejt i ndryshëm nga të tjerë që ata kanë hyrë në Islam. Po për ty personalisht, kush ka qenë shkaku ose cili ka qenë personi nëse ka pasur një person? Atëherë për mua shkak ka qenë një histori dashurie, që sot ajo histori ka përfunduar, por që ka lënë një shije shumë të mirë tek unë, sepse është ajo histori dashurie për shkak që unë sot jam në Islam. Na flit pak më tepër në lidhje me këtë histori Doruntina, si nisi ajo, si vijoi më tej? Atëherë me personin që kisha lidhje dhe që ishte shkaku që unë u futa në Islam, u njoha me një të përbashkët tonë, me një mikesh tonën. Personi në fjalë ka shumë vite në Islam dhe fillimet e Islamit i ka përjetuar në Burg, ku ndodhet edhe sot. Kjo histori shumë e bukur që sot më bëri të jem ose muslimane më e mirë dhe më fort. Atëherë Doruntina, ti the që bëhet fjalë për një lidhje shumë të rëndësishme për ty. Dhe sigurisht që bëhet fjalë për lidhjet e gjata, për lidhjet e rëndësishme, sigurisht që edhe dhimbja është më e madhe dhe më e vështirë për tu superuar. Si mundet që ta kaloje ti dhimbjen e ndarjes në këtë lidhje? Atëherë, dhimbja ishte shumë e fortë, por më desh për një kohë të konsultohesha me një psikologe. Edhe elhamdulillah, duke mbështet Allahu, u bëra edhe më e fortë në Islam edhe e kalova më lehtësisht, sepse duke qenë se ne i nënshtrohemi Allahut edhe kjo gjë kalohet edhe më lehtë. Si rrodhen ngjarjet më pas në jetën tënde, Doruntina? Atëherë mbasi rimora veten, mbas ndarjes nga ky person, elhamdulillah, Allah më mundsoi që të vendosa shamin. Mbas vendosjes shamis dhe mbas pak kohësh njofta një person që aktualisht është bashkëshorti im. Dhe elhamdulillah, jemi shumë të lumtur. Bashkëshorti juaj është në Islam apo jo? Po, bashkëshorti im ka shumë vite në Islam, mbi 18 vite. E ka pasur ai të vështirë ta pranoj historinë tënde të parë me personin me cilin ju patët atë histori të dhimbshme? Të vështirë ka pasur në fakt, sepse në Islam është pak e ndaluar kjo gjë. Në fakt është shumë e ndaluar, por që elhamdulillah deri sot nuk është se ma ka përmendur, por që të vështirë ka patur.
Dorentina, cili është mesazhi që ti do t'u japësh të gjithë besimtarëve musliman në muajin e bekat të Ramazanit? Atëherë ju uroj një agjërim të mbar, të lehtë, të pranuar të Allahu, sa më shumë sevape dhe inshallah Allahu i bëf për banorëve të xhenetit Firdeus. Dorentina e pranon se dëshuria e parë i ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe këtu nuk e ka fjalën vetëm për emocionet dhe dhimbjen, por sidomos për nxitjen që ishi dashur i bëri për ta përqafuar Islamin. Dhe historia e tyre vazhdon të rritej mes iluzioneve dhe planeve, se një ditë ai do të dilte nga burgu dhe ato do të mund të jetonin dashurinë e tyre në qiellin e lirisë, por ai s'diti të priste. Në këtë çast të bisedës sonë, Dorentina lëshon një pëshërëtim teksa tregon se paralelisht me lidhjen e saj, ishi dashuri kishte pasur edhe një lidhje tjetër, dhe ta mendosh që ishte në burg. Por gjithsesi, Islami është perfekt, tregon ajo e bindur, ndërsa muslimanët nuk janë. Edhe pse lëndimi dhe zhgënjimi fillimisht ishin të papërballueshëm, Dorentina i mbështeti të gjitha shpresat tek Allahu, duke e ditur se ai është i gjithdijshmi, ai që sheh dhe dëgjon gjithçka, ai që cakton fatin dhe riskun e çdo kujt, dhe ajo nuk e prishi zemrën, nuk ju kthye rebeluar krijuesit për fatin e saj, përkundrazi, vetëm e falenderonte dhe adhuronte me gjithë fuqinë e qenies. Dhe sot, teksa ka në krah një person të mrekullueshëm, një besimtar të vërtet musliman që s'do t'i shkaktonte kurrë dhimbje, Dorentina e kthen kokën pas vetëm për të kujtuar fillesat e saj në Islam, por edhe periudhën kur u bin tërësisht se Allahu është gjithnjë pranë nesh. Ai është i vetmi që s'do të na braktisë kurrë, i vetmi që mund na i fal mëkatet edhe kur ne mëkatojmë, ai që na jep shpërblim të pamas kur ne e përmendim dhe e adhurojmë. Dhe Dorentina tashmë po përjeton dashurinë e madhe të jetës së saj me bashkëshortin aktual, një lidhje e veçantë ku përpos emocioneve dhe ndjenjave njerëzore, dy të rinj t'ia kushtojnë kohën bashkë edhe adhurimit të Allahut. Dhe ne, teksa e kemi dëgjuar historinë e saj, bindemi se krijuesi edhe mund të vonojë, por ai kurrë nuk harron. Ne vetëm duhet të bëjmë durim dhe vetëm durim, pasi kjo cilësi është ndër më të çmuara tek ai. Historia ime në Radio Kontakt ju fton në një cikël reportazhesh me histori njerëzore e personazhe të ndryshëm që rrëfejnë copëza nga jeta e tyre. Jeta e çdo kujt është një histori, e trisht apo e lumtur, e çdo kush ka një përvojë që duke ndarë me të tjerët, inkurajon dhe frymëzon mjaft njerëz. Bëhuni edhe ju pjesë e kësaj hapësire.